Gjibëni si jeni si mu gdhitë, neve që thoni, u zjuam sot si eshtu në që është kjo menat. Ora 11. Nejse. Ku do vemi? Do vemi në Kardic, tek mami. Jam gati. Do lithe dhe atletet. Ciao. Hajdeni me neve, se do të tregoj edhe rrugën. Po më gati, po ikim. Dale. Do ndaloj tani të marrim ndonjë gjë të hamë, ke furrë bukës. Mora kulurja, 3 kulurja, edhe mora një me djak dhe një me kaseri, si quhet. Ndaluam të vemi të blejmë edhe kafe. Do vi dhe vëllaj se do që ta zgjidhi vetë kafen, sikur. I morëm edhe kafetë, unë pi cappuccino, edhe këta të tjerë jo frappe, jo nesku du se çpinë. Prapë, erdhëm qik në fshatë, tek Vjera, t'i lëm ja 2 gjëra. Ku është qenushi? Kjo është shtëpia e vëllait të burrit, edhe ka një qenush të mirë. Shi. Lame edhe gjërat e Vjera dhe vazhdojmë udhëtimin. Jemi pak që u nisëm. Koha sot është behar, bën shumë nxehtë dhe unë harova të marrë dhe syzet e diellit. Edhe më në fund të gjeta syzet e vëllait. Ç'të po ja nuk durohet ky dielli. Harova t'i marrë të mia. Kuani dhe tunelet. Nuk po pëlqejnë fare. Ç'është e vërtet, ama jepin në nerva po nese tani. Ç'të bëjmë ka këto rrugë. Edhe tani filluan kthesat. Kemi ndo 20 minuta tani apo gjysmë ore do kemi kthesa përpara. Më në fund në Kalabaka. Po mbarojnë edhe bravo të këtë mami. Po mbarojnë edhe kthesat, se harova fjallën në Shqip. Edhe ma kujtoj djali.